Mroma. Valloj, 3.000 edhe tjerone. Pse? Veç ma 3, kom bab gjyshi jem. Po sigurisht, ata kanë qenë gjithë matrima. Jo veç 3, po edhe gjyshja kom 3 nesh. Po? O kom bornore. Ha? Ona em, gjyshja jem, o kon e lidh, shembull jën kom ka tën me bab gjyshin të. Po, a? Kanë dollë, kanë shëtit bashk. Që sa mirë. Shiture bashk. Ha? Karate kanë ushtru bashk. Që karate bashk. Kanë ushtru, a? Jo. E ku ushtru ishin ashtu? Po gjyshja jem nuk o konë si këtë grot, tash që po martuhen mas një vjetë. Po? Jo. Kur su ditë që ka u full dhëmë fjetës dhe ta. Jo, a? Kur njetë. Ata veç karate kanë ushtru. Imaginat të tash, po shamu, këtë numë se tash si po martuhen. Po? Qka të fullin dhëmë fjetës? Ju të regojnë BFF-ja, kunota, qka ka ndët, qka ka full me burë. Dho, këj dy jo e mërë vesh. A ti qa konë gjyshja? Qa u konë? Kër ka hinë dhëmë, Ha? vesh karate ka ushtru. Iq, mi, sën, shi! 10.000 ka bu. 11.000! Ona e, Ha? a zeke gjyshja. Ha? 6 i këm rrit me qëtësicë. Jo! 5 me qëtësicë. I ka... Saktumbi ka pos, a? Oror. Ona e, po këndosh më konë 3 nesh me rreziku mi bonim 10.000. Sigurisht. Vesh 3 mi bën. Veç. A ke pa këta 3 po martohen, ja, viti parë, viti 2, viti 3, se kem njetë me bo fmi, se nuk i dijet jetës. Mujnë mës me na rritë roga të shkriz globale. Po, zoti ku ta e qetë minë butë, Po? ja len riskun. Edhe? Edhe zoti e rritën a em. Qashtu? Po këtu nuset e reja. Ha? Tash po dojnë mu martu, një vjetë po dojnë me shu që me një këcilin diskoteka, po dojnë me BFF-ja, me bu me qëllu BFF-ja po martu. Të me në qovë krejt BFF-ja. Më qmene prej fillim me qëtë BPF, në qka është këtë BPF? BFF, Po? Best Friend Forever. Best friend forever. Tani këtë bënaj BFF-ja pra Ha? buhet BBB. Qka do me thonë B tash? Tash do me thonë bye bye baby. Shkova. Normale, të me prejtë vjetit. Ti më në shmi hongër thejt edhe me nejt. Ha. E për qëto e vlerësoj gjyshen. Se o konë 3 nesh. I ka bu fmi, ka la blak. E këtu, jes pa bujna, jes s'po du. Se pja u konë grove të martu me fillim, me shku diskoteka një vjetë, Ha. me shku në deti. O, na em, ngëm qa pëtëm. Edhe kanë thonë një portal, Kosova, kur Kosovorët ma shumë pore nuk kanë posë. A ke lezu në për portale? E po e posh. E vërtet është. Jo më tha dhe ministri. Po, Po. kur Kosovorët ma shumë pore nuk kanë posë. Po, veç se ka harru një fjollë. Ha. Pore ma shumë bërgjë nuk kanë posë kërë. Pak pore bërë. Bërgjë në bomë, bërgjë shukit. Thirë shuku, ngushtu është mja qilë telefonit. Se a qeles. Ju s'bën, Ha. shuku të mja qilë, se ka doshme një mu qelja. Thuja shok nuk i kam. A për bongë? Ha. O, kur bre nuk rritësh me bongë? Kur, reqisisht? Jo këritës? Kush? Ha. Jo be se s'ko qa me të buë na em. Thirë bonka. Më ka thirë një ditë bonka. Qa thirë, qa tha? A di qëfar thirje? Veç kalëzëm, a thirë ty në erë bonka me të vetë, qysh pe kalon mujna, po ki vështirësimi bo parët për këst. A thirë? Ja. Në marë që nuk ti se nuk i kredi. Nuk ka thirë. A di që ka thonë mu? Përshëndetje zëtëri po thrasin pi bankës. Thash, përshëndetje më konë zëtëni, nuk isha i hes kredi. Po unë për më ndaj zëtëri dasha me të paralajmru 5 ditë për para, që dhe 5 ditë e kini këstin. Mirë bëllë. Unë em, ajo ko drejt me ti kur vënu është 15 ditë. E ju me të paralajmru që 5 ditë e ki këstin. Po të rengati. Po të rengati? Po dhe? Po ta grynë ashtin, në najmë ashtin po ta grynë. Ti rinë emision, unë e këm jetë mi shku mi taku që ta tjerë që po thujnë kur ma shumë porës kam posë. Cilë që ta tjerë? Por më malon e kredi se problemet që të gjithë. Janë kretitje. Jemi rikëtyrë, kemi kaluar në një moment tjetër. Kemi thënë se sheshi i fjales e mire, i këngës së bukur Odeon, është vërtet sheshi i artistëve, i këngëtarëve që sjellin përvojat e tyre, zërin e tyre, krimtarit e tyre të bukura. Në vazhdim do të vijë një këngëtar, një zë i bukur, i jashtëzakonshëm, i cili për vite të tëra ja thot, edhe ja ka bërë ba me bim në skenën shqiptare, por jeton, punon edhe pronë në Zvicër,
e me shpirt, e me mendje, me zemër, e mbi të gjitha me zërin e tij, gjithmonë është në zemrat e gjithë shqiptarëve ku janë në globin shqiptar. Sonte të vjen për të promovuar këngët e tij, Zonja e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Fidaim Aliu. Hajde Fidaim Mister. Tjetër. Ekstra brëndë. E Fidaim Miserve. Mirë se naim. Në cilën gjuhë me të full? Vallaj, mas mirë Veç me thonë, s'il vous plaît, monsieur. Ja gjuhën Gjermoni e të në Zvicër. Anë gjuhën Gjermoni tjetën, po, se ti ke të bilbjene aty. Qashtë Po, frenge, ja thuhi? Frenge, veç merci beaucoup di Diçka, të po. fjallë të vagla se ma shumë zdi. U se truv disa adres. Nuk për di që për dhu. E po mirë shumë. Jo, ti me siguri din shumë gjuhë. E të lutëm, po vazhdon me këndue në vazhdimësi, sponalesh kjo është bukur shumë. Po, falimderit i poplit. Në realitet, sa vite të bon kong? 21 vjet jam dhe më thonë s'kene më zdo. Karrierë muzikore. Falimderit shumë. Inshallah bashkë me ty në këtë familë zërë. Në përgjithësi ke bashkëpunu me përplot kompozitore, tekst shkruese, kështu. Vazhdon me ata të njëjtit apo e ke bën një numër të madh kështu në? E kom zëru edhe pak, ma shumë, po faktikisht tekstet shumicën e kom bo vetë. I ke shkru vetë? Po vetë. Fidaim, më bën përshtypje kështu, në shtëpi këndon? Po mbarët për disponim. A jetu i lojent ose kështu? Po në qinë atje ku punon, këndon? Në një herë? Me punue, për momentit të punu s'jam që shumë vite, vetëm me muzikë me jërë në apartamentin, po e falendrej Zotin edhe njerëzit që më përkrajnë, inshallah gjdo herë me të mire o këthej atyne, po saqerisht na jem ty ta falendrej pa fun, që gjdo herë që shumë vite më ke thonë në kje derën e hapur. Jo vështi, të gjithë artistet, këngëtarët që kanë zë të bukur, që kanë këngë të bukura, absolutisht këtu e kanë venin. Artistët e kanë venin në teatr, në film, në sken, në studio si puna e juaj kështu. Sonte po i promovojmë nja 2 këngë, po njëna ne kemi bërë dhe klipa, po? Njëna është klip, edhe... Çfarë këngësh janë? Kënga, njëna është këngë e dasmave, tjetra është këngë e Gurbetit. E Gurbetit? Po, pritëm Kosovë, pritëm, i përshëndesim të gjithë gurbetçartë, dhe tash veç po afrohet viti i ri, do të vinë ka janë treva shqiptare, inshallah e kam përshim të mirë, e kalojnë mirë, vinë mirë, e kthehen mirë. E kthehen mirë. I falenderoj shumë që më përkrahen përgjithësi. Të kjo, kush e ka shkruar tekstin e kësaj këngë? Fidaimi. Vetë. Vetëm. Është ndjenja jotja? Tepër. A ka pas momente kur je mërzit shumë dhe do më thonë, ose cilat kanë qenë momente që je mërzit shumë për faktin që ke thonë në Gurbet, më shkoj jeta, apo mbeta, apo... Sepse, unë e di që gjithmonë ke thonë, nesër do këthejem. Në tonë thujna. Nesër do këthejem. Po tash kur është aja nesër nuk e din, zot e din. Faktikisht... Do më thonë, është emocion, kjo këngë është emocion joti. Emocion jam. I Gurbetçari. Qa është. Qa ka Gurbetçari, e non? Po që është mërzite. E ka mormolli, kjo është emocion i krejt Gurbetçarve, faktikisht normal që i vujnë gjithë për atë dhej. është normal, është aja. Po, unë e mendoj një sen njeriu ku jetën edhe vepran, aty du të mu pajtu me fatin. Po, sigurisht. është fati Zotit, Zotin e ka mundësue, edhe tash, na pa juve, ju pa neve, nuk mëjmë egzistojmë, na. Po shia. Kështu që mirë është. More Fidaim, unë e thamë gjithmonë dhe kjo është një vërtet. Unë jetoj pe i djersës time, por një vërtet është që mërgata jonë është garancia e ekzistencës substanciale këtu e nja 70 vjetë. Dhe ju vazhdoni me qenë shtyllat që e mojnë këtë ven, duke mojnë këtë ven, e mojnë këtë këmbë, këtë ta dëdhe. Edhe vazhdoni që shtu, veç edhe një 100 vjetë, e tonej pastaj s'ka problem. Muzikën kush e ka bo? Muzikën e ka bo Astriti. Astrid Halimi. Astrid Halimi! Astrid Halimi për shkëndeshëm Astridin. E ke bo klip? E kom bo dhe klip pak të tro. Me? Me Meritonin. Meriton Brahen. Me Meriton Brahen, dhe më thonë, me Odeonin, si qdo herë. E falenderoj shumë, është një djallë shumë i mirë,
meritoni. Je I kënaqur? Shumë I kënaqur. Me punën e tij, me realizimin, me gjitha? Shumë I kënaqur me to. E po bukur shumë. E përshëndesëm edhe beqëroj sukses. Më pas, gjatë emisionit, do të na këndosh edhe një këngë tjetër, që është këngë dasmash, edhe me këto kallëzojmë që sado që lodhemi e mërzitemi nga jeta, përsëri ja themi, e bëjmë ritëm, Normal. e bëjmë piskam, e kallim dasmën. Normal është. Është këngë e zakonshme, këngë që kemi dëgjuar apo e bërë enkas për dasmën? Jo, është ekstra, domethënë që është edhe tekst që më ka shkruar një shokimi. Është tekst shumë I mirë, edhe është këngë e re e dasmave. Është pritëm këse falë sonte mos të ndalet kënga, është këngë e mirë. Edhe kështu që jenë. Sonte mos ndalet kënga. Kur lodhesh në dasma tu kënu një herë kështu, a thu vetës ja mirë kur më kry bre, zgatën bre qeta. Jo, na jem për kontrazi, na jem për të kallëzoj drejtën, une jam kështu, 2 sene. Kur më thirë dasmorin darsëm, apo pavarësisht çfarë do qoftë ahengji, une o shkoja kry mirë e me shpirt, edhe sa dënaj diktene sa baja jazgjate, se du muzikën shpirtnisht. Le që du muzikën shpirtnisht. Do më thonë ti këndon duke u knaqë edhe për vete. Bravo, që une knasna, edhe tjetra duhem ja, sa I njëherë 10 vjetë ka darsëm, nuk ka I për ditë darsëm. Une duhet që darsëm, pavarësisht zbamu lodhë të darsëm atjetër dje dhe së dhe mas nestri kur të të një fjallë, po duhet mja bo sa ma mirë. Sepse ai qatë natë e ka. Më të bukurën tjetës. Marë tjetës. baret e po iku, nuk ka të unë. A ideali edhe ajo qika, që dejat natë një djale qik. Lutëm. E pasaj bohan zotëri e edhe zonjë. Kanë prit një 25 vjeta gjashta, tash do edhe 30. Varsisht, edhe na do të përjetojmë. E promovojmë këngën e Gurbetit që quhet? Pritëm Kosovë pritëm. Pritëm Kosovë pritëm. Edhe na ju presim. Absolutisht. Edhe na vina. Edhe ju vina. Edhe e janë I gjithmonë. Pita I valiu, s'kena futi. Pandirisim, respekt. Pritëm Kosovë pritëm, oj do shria dhe knaqet se me pushën në shpirtin vendin ku kam len. Pritëm Kosovë pritëm, oj do shria dhe knaqet se me pushën në shpirtin vendin ku kam len. Që kem Kosovën, e kemi lirin, gurbet qatë shkojnë Kosovë, je kin mërzin. Dikon e presin prindrit, dikon lau e motran, e dikush se ka s'kon, e po e pret votran. Pritëm Kosovë pritëm, oj do shlia dhe knaqet se me pushën në shpirtin vendin ku kam len. Pritëm Kosovë pritëm, oj do shlia dhe knaqet se me pushën në shpirtin vendin ku kam len. Kosovë, po du me në të shpi, jo nuk po du me shku, mone gurbe të zi. Tu po më pushën zemran, e po më pushën shpirti,